Dhe njerëzit që të duan me të kthy mrapa apo i kanë rapi shmanit se që kanë bohe ku ta dion, falenderoju për këtyre njerëzve. Falenderit i thu person XY se ma ke mësu forcën, ma ke mësu durimin, ma ke mësu që unë mundem ja dal, unë mundem ja arrit, që unë meritoj diçka shumë ma shumë, ma të mirë, ma të kuptueshme, ma të vlefshme për mu. Uroj dhe shpresoj që kjo video ndihmoje edhe gjithë dhe njerëzve tjerë që kanë një temë të tillë, por ju lutem mos harroni kurrë që gjithçka që e japim ka me na u kthy. Ndonjë që mirë, domethënë nëse japim mirë, Zoti mirë ka me u kthy. O me gjithmonë, po atë mune me ju betu 100%. Ka pas njerë që jo me kam shil rrugt, po janë mundu që mos me mlan as dritën me, po edhe jo kam po dritë, po jo kam pas dhurata për jetës, për Zotit, për njerëzve, por nuk di se si me ju a shpjegu. Prandaj thjesht rrit drejt, puno për ëndrat e tua, puno për dëshirat e tua, gjithçka që të vjen, domethënë si sfidë, vetëm merr atë sfidë dhe thuaj, unë kam e kalu sepse Zoti mu ma ka çu me një arsye dhe po ju betohem që gjithçka Zoti i Madh na e çon neve për një arsye, me na forcu dhe mbas asaj situate kam në rana një situatë tjetër e përngjashme edhe kena me ditë se ç'është mos sjell, sepse Zoti nuk ju çon asnjë gjë me ju ul jove ose me ju shkatru jove. Gjithçka e ka një arsye, por ju lutem çfarë është shumë për shembull e rëndësishme, se telefoni im po vjen poshtë, mos e ulni nivelin e juj me gjithkone. E di që ka njerëz që nuk din të bisedojnë apo nuk din të folin edhe disa e din veç dhunën, disa e din vetëm agresivitetin, mirë thash, edhe sepse ato nuk din ma ndryshe, sepse ato që ata e kanë mrena, prandaj mos u ulni në nivelin e këtyre njerëzve, mos u ulni me këto njerëz në këtë nivel. Uroja gjitha të mirat, mos e fajso veten që pse i kam ndihmu ose pse i kam besu këtij personi. Unë kam besu vetë në persona që i kam thënë vetes time, oh my god, barum. Pse? Por gjithçka ma dosht, gjithçka ka qenë sim, gjithçka më ka forcu